Dua ta mbyll këtë intervistë edhe një herë duke komentuar momentin e rrethimit të kryeministrisë. Në ato çaste çfarë pat? U rrethua kryeministria nga qindra mira vet apo jo? Po. Dhe kur flitej për skenar të ndryshëm të kësaj proteste, ishte që nga ajo e qëndrimit për orë të tëra e për kalimin e natës aty, siç ka ndodhur këto 2 ditë, por edhe për një rrethim të protestuesve në marshimin e tyre rreth e përqark kryeministrisë. Ai moment si ishte, sepse shënjon një nga momentet e rralla që Shqipëria për dekada nuk ka parë. Ai ishte një moment historik, do thoja unë. Këtu duhet falenderuar dhe policia e shtetit. Ata janë në punë, kanë bërë një betim dhe prap kanë qenë shumë solid me ne. Madje ata bashkë me ne kanë konsumuar ujin, bashkë me ne kanë konsumuar dhe ushqimet e shpejta që ne mund të na duhen aty, sepse qëndrojmë me orë të tëra dhe ata qëndrojmë me orë të tëra. Momenti, gjej rastin ta falenderoj policinë e shtetit, respekte. Momenti i rrethimit të kryeministrisë ka qenë një çlirim nga ana jonë. Na është dukur vetja jo thjesht numrat e kësaj qeverisje, ose të kësaj klase politike. Na është dukur vetja të zotet e vendit. Dhe si një mision që po merrte përmbar. Një mision që ka filluar një rrugë të panjohur, të gjatë, por shumë të bukur. Mund të ndodhë përsëri ky momenti, sepse ne pam dje marshimin. Nëse do jetë nevoja, duke thënë prap, jo si organizator, sepse aty nuk ka organizator, aty ka vetëm shërbyes të protestës. Duke thënë si shërbyes i protestës. Nëse do jetë nevoja, nuk do rrethohet vetëm kryeministria me 250.000 persona. Do rrethohen të gjitha institucionet të tipit ekzekutiv me 1 milion shqiptar. Kështu që ti thras mendjes, zotëria i gjatë, ndoshta nuk dëgjon, të ulet pak dhe të na dëgjoj. Po kur thoni në rast se do jetë nevoja, ju shpresoni dhe pretendoni që me një rrethim tjetër të kryeministrisë mund të ndodhë diçka tjetër? Jo, ne pretendojmë. Sepse e quhet edhe si një proces të gjatë që do vijojë. Si e shikon? Procesi gjatë, jo protestash. Procesi gjatë, çfarë do ndodhë mbas protestave? Mbas protestave ne e dim të gjithë një qeveri teknike, jo politike. Të tëra forcat kanë kohën e duhur për të ristrukturuar, për të hequr PS-ja Zegjinet nga parlamenti, PD-ja ta diun çfarë ka atje brenda se kam iden fare. Ata kanë humbur fare, kemi vite që s'po i shohim më ku janë. Me në krye Berishën, duke i dhënë hapësirë, pse jo dhe një parti e të re, duke i dhënë hapësirë dhe partive të reja të kenë një farë organizimi dhe të drejtohen tek populli si një parti serioze, me inteligjencë, me njerëz të papërlyer, me njerëz që nuk i kanë borxh kujt, dhe të prezantojnë përpara KQZ-s, përpara popullit si një parti serioze. Me një rrethim tjetër të mundshëm të kryeministrisë, mendoni se mund të ketë përsëri një formë lëkundje të Ramës dhe për të gjithë ata persona që njohin më nga afër kryeministrin dhe që thonë që Edi Rama nuk mund të hikte si një i humbur apo figurativisht për të thënë ky me kaq vite sa ka në krye të PS-s, ne na është bërë si familjar, madje ka raste që shumë familje gatuajnë dhe për Ramën, e thënë në mënyrë figurative, e njohim të gjithë tani se kush është me aq bëma sa ka bërë, me aq. Po pra, mund ta çonin Ramën drejt një dorëheqje apo drejt një rënje përsëri forma të tilla të protestuarit si ajo që pam të shtunë? Nuk është vetëm protesta ajo që e çon Ramën drejt dorëheqjes. Protesta është demonstrimi, është grisja e kontratës që ja u thash pak më parë. Dhe kjo prishja e kontratës ose grisja e kontratës nga ana jonë, mendoj se duhet të detyroj të gjitha figurat që janë presidentin e Republikës të bëj punën e vet, avokatin e popullit të bëj punën e vet, guvernatorin e Bankës së Shqipërisë të bëj punën e vet, sepse është në mungesë. Por kjo pa u ndalur protestat apo jo? Pa u ndalur protestat. Paralelisht. Absolutisht po, pa u ndalur protestat. Faktori ndërkombëtar, ambasadori BE-s, të gjithë duhet të kenë një reagim. Sepse ne jemi duke folur në mënyrë paqësore. Nuk jemi duke folur me gjuhën e rrugës ose me gjuhën e një grushti shteti siç mund të flitet rreth rrotull, ne jemi duke folur në mënyrë paqësore. Nga ai sa ke parë, çdo ditë në protestë, shikon njerëz deri rini të motivuar, me energji për ta çuar këtë gjë përpara, deri në fund, apo në këtë ditë ke parë edhe ndonjë formë lodhje se ndoshta nuk mund t'ja dalin? Absolutisht. Si e ke parë ti vet aty? Unë kam parë që të gjithë ata që po vinë janë duke u rritur në numër.
Do me thënë, janë dhe shumë Në fakt të po e shohin çdo ditë. Janë dhe shumë njerëz Janë zgjatur edhe orët. Shumë njerëz që jetojnë jashtë janë duke menduar rikthimin. Dje pata rastin të flas me një nga aktivistët që janë aty, ai ka ardhur nga Anglia dhe po më thoshte dua të filloj një jetë tu, kam një far bagazhi ekonomik të vogël, dua të marr një restorant, ishte kuzhinia në profesion. Po marr një shembull të freskët, po që janë shumë që mendojnë kthimin, po ama e mendojnë kthimin duke parë që ne u zgjuam, duke parë që ne kemi filluar të dalim për zot një vendi të pasur që ka 36 vite, që vidhet dhe prapë u qëndron këmbë. Imagjino sa lart mund të ecë ky vend nëse nuk do vidhet, ose më saktë nëse do menaxhohet. Erlin, faleminderit shumë për bisedën. Edila, jam e bindur që do të jesh përsëri sot në Shesh dhe në ditët në vijim. Patjetër që po. Për të protestuar në formë qytetare. Faleminderit juve. Gjera, si që falenderoj si media, unë e kam thënë si e vetëmja media në Shqipëri, sepse shumë e kanë humbur atë sepse ky është 24 deri te fundit. Ky është misioni ynë. Faleminderit. Faleminderit ju. Mirë, ne mbritëm në fund të transmetimit të drejtë për drejtë, nderuar shikues, duke ju ftuar të klikoni në balkanweb.com.